Në një ambient ku ndodhin ngjarje të papritura dhe drama të paimagjinueshme, marrëdhënia e Gjestit dhe Eglit në Big Brother VIP Albania ka qenë një nga temat më të diskutuara. Pas një kohë të gjatë të mbikëqyrjes nga 100 kamera, çfarë do të ndodh me këtë çift me daljen nga dera e kuqe? Me çdo episod, më shumë se një histori dashurie, ata janë përballur me sfida, dilema dhe ndjenja të thella. Nëse ndjenjat e Gjestit dhe Eglit janë të vërteta, apo janë thjesht një akt i momentit, kjo është ajo që publiku po pyet për Gjestin, i cili ka thënë se marrëdhënia është 50-50. Pyetja është se sa i fortë është ai për të vazhduar marrëdhënien jashtë shtëpisë. A është ai i gatshëm të investojë kohë dhe emocion në një lidhje që mund të ketë vështirësi të mëdha? Nga ana tjetër, Egli ka shprehur ndjenja të forta, duke theksuar se ka bërë shumë për marrëdhënien e tyre e madje ndoshta edhe më shumë se ç'duhej. Vullneti i saj për të vazhduar është i qartë, por realiteti është se ajo nuk mund të detyrojë dikë tjetër të ndiejë të njëjtën gjë. Një nga momentet më emocionuese ishte kur ajo e tha hapur se nuk kishte dëshirë që të bënte asnjë përpjekje nëse Gjesti nuk është i gatshëm ta vazhdojë këtë marrëdhënie. Më dhëm shumë, por jeta vazhdon. Nëse ai do të vazhdojë jetën e tij, dhe unë do vijoj timen, u shpreh ajo. Këto fjalë tregon fortësinë e saj, por njëkohësisht edhe pasigurinë e raportit të tyre. Marrëdhëniet jashtë ekranit janë gjithmonë të komplikuara, sidomos për ata që bëhen të famshëm gjatë natës. Presioni i mediave dhe vëmendja e publikut mund të ndikojnë në çdo vendim që ata marrin në të ardhmen. A janë ata të gatshëm të përballen me këto sfida pa mbështetje nga njëri tjetri? Gjesti dhe Egli janë bërë simboli i një kulture të re të njohurive për marrëdhëniet moderne, ku dashuria dhe përputhshmëria nuk janë gjithmonë të mjaftueshme. Çfarë do të thotë të jesh në një marrëdhënie kur çdo hap i jote është i vëzhguar nga publik? Koha është në anën e tyre, por a do të munden ata të ruajnë intensitetin e ndjenjave të tyre, apo do të gjejnë veten duke ecur në rrugë të ndara? Vetëm momenti i daljes nga shtëpia do të tregojë se çfarë e pret këtë çift dinamik dhe nëse ata do të mund të çlirojnë zgjedhjet e tyre në një botë ku gjithçka bëhet publike.